Policia Kombëtare e Spanjës ka arrestuar një 33 vjeçar shqiptar i dyshuar për grabitjen e 2200 bijuterive në qendrën tregtare Plaza Nord 2 në San Sebastián de la Reyes, më 28 prill. Hajduti shfrytëzoi një ndërprerje të energjisë elektrike, e cila bëri të pamundur funksionimin e bravave elektronike të dyqanit të bijuterive Jose Luis, duke kryer një grabitje të planifikuar dhe të ekzekutuar me kujdes. Hetimet tregojnë se i dyshuari hyri në çatinë e qendrës tregtare, bëri prerje në çatinë e asfaltit mbi dyqan dhe arriti të hynte në dhomën e pasme të dyqanit. I armatosur vetëm me një kaçavid, ai hapi vitrinat pa i thyer dhe mori bijuteri ari të bardhë dhe diamantesh, duke qëndruar i fshehur deri në momentin që ndërprerja e energjisë elektrike i lejoi liri lëvizjeje. Automjeti që përdori për të larguar u braktis një ditë më pas, ndërsa i lëvizte shpesh brenda dhe jashtë Spanjës me identitete të ndryshme. Më 22 tetor, shqiptari u gjet përsëri në Spanjë dhe u arrestua për vjedhje me thyrje. Në kohën e arrestimit, bante me vete rreth 3000 euro në para të gatshme dhe një bijuteri të vjedhur, duke konfirmuar përfshirjen e tij në grabitje. Ngjarja ekspozoi dobësitë e sigurisë së qendrave tregtare ndaj bandave kriminale të specializuara dhe theksoi nevojën për masa më të forta mbrojtjeje.